Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi elektoral në Gjirokastër ka prezantuar arritjet e qeverisë së tij. Rama thekson se me ardhjen e tij në pushtet u rrit edhe numri i turistëve në këtë qytet. Shumë nga gjërat që bëhen nuk dalin nëpër këto pasqyrat e kënetave. Faktikisht prekin drejt për drejt njerëz edhe arrin drejt për drejt te njerëzit. Për shembull, kur ne themi që Gjirokastra, kur ne morëm detyrën, kishte 6.000 turistë në vit. 6.000. Ndërkohë që vjet kishte 600.000 të berberhanet e përqeshin. Ndërkohë që gjirokastrinët e dinë, e jetojnë për ditë, e shohin për ditë në faktin që ky qytet të cilit i ishte vënë shqelmi në fyt edhe ngjante sikur po jepte shpirt, sot merr frym, rritet, zhvillohet edhe shkëlqen hap pas hapi në pjesë caktuara të tij. Gjithashtu, Rama foli për reformën e pensioneve, si dhe për rritjen e pagave. Për sa i përket situatës së vështirë të pensioneve, kreu i qeverisë bëri përgjegjës kryedemokratin Sali Berishën. Ne nuk kishim një sistem sigurimesh dhe një fond sigurimesh të qëndrueshëm, po kishim një grop që vetëm thelloi. Kur morëm detyrën, ne bëm reformën e pensioneve dhe e përmbysëm logjikën. Nuk mund të vësh ti një tavan për pensionin, sepse pensionin duhet ta lësh në funksion të investimit që bën secili duke paguar sigurimin shoqërore. Për pensioni mesatar do të shkoj 400 euro në Shqipërinë 2030, ndërkohë që për pjesën tjetër do të fusim më shumë nga arka e përbashkët për të arritur që të mos ketë në Shqipëri pension nën 200 euro. Sepse ajo situatë ka një autor. Dhe autori është eksaktësisht ai 80 e kusur vjeçari, se ka 80 e kusur vjeçari që janë në super form. Ai 80 e kusur vjeçari që nuk di çfarë flet më, edhe që do të bëj çorap Shqipërinë, sepse është i pashpresë dhe se nuk di të bëjë gjë tjetër. Ai është autori i situatës së atyre pensionistëve të bllokut parë që fola. Po ashtu, Rama ka premtuar se vitin e ardhshëm do të dyfishohet mbështetja për nënat që kanë fëmijë autik apo me aftësi të veçanta. Dhe dua ta them specifikisht që për gjithë ta fëmijë autik ose me tjera aftësi të veçanta, ne do të dyfishojmë që në buxhetin e vitit të ardhshëm mbështetjen për nënat e tyre. Këtu jemi tek një pikë që dua të ndalem posaçërisht. Janë 9.200 nëna në Shqipëri që janë të papuna dhe kanë 3 ose më shumë fëmijë. Ne prej disa vitesh japim 25 milion euro për të mbështetur këto nëna duke ju paguar sigurimet shëndetësore dhe sigurimet shoqërore. Që do të thotë që kur t'ju vi dita e pensionit, nuk do të mbeten pa pension për shkak se s'kan paguar sigurimin shoqërore, por do të marrin një pension dinjitoz. Ndër të tjera, kreu i qeverisë është shprehur se Shqipëria nuk ka qenë kurrë në këtë pozicion ku është sot ndërkombëtarisht, duke theksuar se kjo ka ndodhur nga reformat që ka udhëhequr Partia Socialiste.